largoheni në Tiranë. Vendimi më i fundit nga drejtoresha e përgjithshme thotë se ju do zhvendoseni kryeshmëri. Përveç kohës absolutisht të pamjaftueshme, çdo gjë tjetër është komplet e pamundur për neve, sepse ne jemi familjar, që kemi familjet, shtëpit, kemi bërë investimet tona këtu, kemi fëmijët tanë këtu, kemi familjarët, çdo gjë këtu. Ne s'mund të lëmë për një ditë, për 4 ditë dhe të shpërngulemi në Tiranë pa asnjë sqarim tjetër se çfarë kemi nga mbrapa këtij. Se ku do vemi, me çfarë do vemi? Do vemi ditë për ditë, na kanë siguruar transport, shtëpi, zyra, çfarë kemi në Tiranë? Nuk kemi as drejtorin këtu, as njëri që të na sqarojë për këtë gjë. Kur ka vendimin? Për vendimin jemi njoftuar vetëm dje. Dje data 23, 24. 26. Si? Ku do t'i linja mbete dhe pajisjet? Nuk e dim, thonë që deri në datën, në bazë të vendimit, deri në datën 30 duhet të bëhet shpërngulja. Se si mund të bëhet kjo shpërngulje, punë për ata nuk është për neve, shpërngulja bëhet. Ne jemi 54 punonjës këtu, është bërë para 2 vitesh një transferim i pjesshëm, por u kërkua mendimin në atë kohë se kush mundej të vente në Tiranë. Dhe disa 7 persona thanë ne mund të shkojmë në Tiranë. Normal, ka persona, ka njerëz të cilët duan të krijojnë një të ardhme në Tiranë. Por duhet të marrë mendimin më përpara. Ne s'mund të krijojmë të ardhmen në Tiranë. Unë jam 55 vjeçë tani. Si mund të krijoj të ardhmen time në Tiranë? Unë në një ditë të bukur që mendon. Nuk e di kush e mendon. Peticion ditën e djeshme. Ku e keni dorëzuar peticionin? E kemi nisur sipas peticionit me sa di unë te drejtoria e përgjithshme, kryeministrit, sekretarit Keni marrë një përgjigje? Jo, absolutisht. Sot kam dëgjuar që drejtori ka kërkuar që të nxirren urdhrat për transferim. Kemi?